Një grup prej disa emigrantësh me urdhër dëbimi nga Italia, që tashmë ndodhen në kampin e Gjadrit, kanë shfaqur agresivitet dhe sjellje të dhunshme. Mësohet se kanë tentuar të dëmtojnë dhomat, ku po qëndrojnë dhe kjo ka bërë që autoritetet të shtojnë masat e sigurisë brenda kampit. 20 emigrant filluan protestën e dhunshme, duke dëmtuar mobilet dhe infrastrukturën e qendrës dhe me pak fjalë, duke shkaktuar kaos. Gjamat e thyera, dyshekët e shkatruar dhe shtëpitë e plaçkitura janë vetëm disa nga shenjat e lëna nga dhuna e emigrantëve. Grupi prej 40 emigrantësh me urdhër dëbimi nga Italia mbërriten me pranga në duar në kampin e Gjadrit më 11 prill. Në bazë të një dekreti të qeverisë Meloni, Gjadri do të përdoret edhe për ndalimin e emigrantëve që presin dëbimin dhe që nuk kanë më të drejtë për azil. Afati maksimal i qëndrimit të qendrën e Gjadrit do të jetë 18 muaj, derisa vendet e tyre të origjinës të pranojnë kthimin e tyre. Fatmirësisht, asnjë nga të lënduarit nuk ishte serioz, ndërkohë një nga emigrantët të cilët ju anullua urdhri i dëbimit është kthyer tashmë në Itali.